Mirë se erdhët në Reze Dielli. Sot do të flasim për tekstet shkollore. Për ne si prindër, çfarë vështirësisht hasim me tekstet e fëmijëve tanë për arsimin para universitar. Sigurisht që për prindrit cilët kanë 2 apo 1 fëmijë, sigurisht që kanë pikpyetjet e tyre, apo pakënaqësitë e tyre, apo këshilla, sugjerimet e tyre. Ekspertët nga ana tjetër kanë këshillat e tyre dhe sugjerime se çfarë mund të bëhet ndryshe për tekstet shkollore, për mësimdhënien, për trinomin mësues, prind edhe shkollë, edhe nxënës. Padyshim do të diskutojmë edhe për faktin që ditët e fundit është diskutuar që shkrimi i dorës po mbrohet nga UNESCO. Të dyja këto tema do t'i trajtojmë sot me ekspertin e arsimit, zotin Pëllum Karameta. Kënaqësi që jeni në studio. Edhe për herë të parë jeni në Reze Dielli apo jo? Gjithashtu me zonjën Irena Shabani, gazetare, shkrimtare. Mirë se erdhe Irena. Edhe prindi një djalë apo jo? Në klasën e? Parë. Pas pak do të na bashkohet dhe sociologja Marzi Simo për ta parë në këndvështrimin sociologjik, po ashtu edhe si prind. Profesor, kemi folur dhe këto janë tema të cilat janë rrahur her pas here edhe në media, janë diskutuar, janë sjell çfarë mund të bëhet më mirë, çfarë është bërë këtë dekadë. Ju si ekspert i arsimit, si e shikoni në optikën tuaj? Le të themi këtë tematikë, kur flasim për tekstet shkollore, çfarë është përmirësuar dhe çfarë duhet përmirësohet? A jeni i kënaqur me tekstet që aktualisht qarkullojnë, si po na informojnë ato nxënësit tanë? Tani merremi vesh fillimisht për idenë kryesore. Teksti është një mjet, bile një nga mjetet. Historikisht në Shqipëri, duke qenë për karakteristikat e zhvillimit historik, mungesa e një gjuhë të shkruar, mungesa e institucioneve arsimore bëri që mësuesi të kishte dhe shoqëria të kishin tekstin si të vetmin mjet nga ku buronte dija. Aktualisht edhe në vijim, teksti konsiderohet një nga burimet kryesore që ndihmon nxënësin dhe mësuesin të ecin përpara, të ndërtojnë dhe përdorin kompetencat kyçe që e thonë në termët arsimore. Kush është problemi më i madh që na ka dalë me tekstet? Problemi më i madh që na ka dalë me tekstet është shkëputja e mësuesve përgjithsisht, dhe ata nuk po arrin ta realizojnë kapërcimin nga pedagogjia tradicionale, ku teksti konsiderohet unik dhe i detyrueshëm që të çohet në kujtesë e të riprodhohet sa më saktësisht, në një mjet i cili duhet interpretuar si instrument pedagogjik që mësuesi duhet ta përdorë që ta nxjisë fëmijën të mendojë. Madje të mendojë në varësi të zhvillimit moshor edhe në mënyrë kritike. Nëse realizojmë këtë lloj kapërcimi në formimin profesional të mësuesve, që ata ta konsiderojnë tekstin si mjet me të cilin duhet patjetër ta nxisim fëmijën të mendojë dhe të veprojë. Deri tek të kritika, po? Në përputhje me grupin, me moshën përkatëse. Kemi bërë kapërcimin e parë për ta përdorur tekstin si ndihmës. Me këtë mënyrë interpretimi që i bën mësuesi tekstit në raport me fëmijën, tekstet po bëhen pengesë. Atëherë, në kjo mënyrë, për çfarë mënyre bëhet fjalë? Pra ju po thoni që problemi po qëndron tek mësimdhënia, tek mësuesit, sesa vetë teksti i përkthyer? Ju thash edhe një herë, përderisa tekstet janë alternative, ju mund të zgjidhni për matematikën në Shqipëri që qarkullojnë 3 tekste për matematikë. Disa që kanë sjell tekstet e matematikës. Të Oxfordit, të Princetonit, që janë përkthyer edhe për shtatë nga botuesi shqiptar. Kjo do të thotë për larmia e 3 teksteve, do të thotë që e ul vlerën e tekstit në kuptimin e përgjithshëm, mund të merrni një tekst, mund të merrni një tekst tjetër, mund të merrni një tekst tjetër. Por, cilin do tekst që të merrni, mësuesi nuk do duhet patjetër të ngul këmbë që përsërit qorto, kritiko, vlerëso saktësinë e riprodhimit të tekstit, por teksti duhet interpretuar si mjet me cilin fëmia do duhet të nxitet. Së pari të bëhet kurios. Së dyti të mund të motivohet që me këtë tekst ju do të mësoni gjëra që kanë interes, jo t'i riprodhoni. Në këtë kontekst ka lindur edhe problemi i madh i përdorimit të
inteligjencës artificiale në nivelet shkollore. Jo në Shqipëri, po në botë. Nëse inteligjencë artificiale edhe teksti konsiderohen si udhëzuesit, si orientuesit, si ndihmësit kryesor që do të drejtohen kujtesës së përdoruesit, atëherë edhe teksti, edhe inteligjencë artificiale nga mjet bëhet pengesë. Nëse teksti ose inteligjencë artificiale trajtohen si mjete që nxisin fëmin të mendoj, të formuloj pyetje, të paraqes alternativa, atëherë edhe teksti, edhe inteligjenca artificiale kthehen dhe në shërbyes efektiv e ndihmojnë fëmin të zhvillohet, të rrisë të mendojët e tij dhe ta konsideroj edhe tekstin, edhe inteligjencën artificiale. Në dobi të tij, pra ai të riprodhoj, jo thjesht ta marr atë informacion riprodhimi është pengesa kryesore që po shkatërron marrëdhënien e mësuesit, nxënësit me tekstin dhe marrëdhënien e prindit fëmijës me tekstin, po përfshirë dhe shkollën. Është një nga arsyet që UNESCO po e mbron dhe shkrimi, se dhe shkrimi është një proces i të menduarit, i shkrimi dorës. Është një proces i të menduarit dhe përsëri duke qenë se po futet dhe inteligjenca dhe dominimi digital, kjo është një alarm ndoshta në të ardhmen për të zhdukur. Ilena, ti ke eksperiencën si prind. Në Danimark, se kjo më ka bërë përshtypje, në 31 dhjetor u dorëzua letra e fundit me post. Shtollë letre. 31 dhjetor, u mbyll 2025, nuk do të ketë më shkruar post. Do më thënë çdo gjë tani kalon elektronike dhe kjo do të sjellë patjetër probleme dhe në shkrimin e dorës, se do të mungojnë kartolinat, pusullat e vogla që miqt i dërgonin njëri tjetrit. Po, më fal, të plotësoj idenë, është shumë e saktë, kam lexuar edhe unë. E çuditshme është, por ndoshta shoqëria atje e ka pranuar. Mendoj që do t'i rikthehen, më fal, mendoj që do t'i rikthehen përsëri. Jo, mund mos i rikthehen, po problemi që shton UNESCO në raport me shkrimin e dorës nuk lidhet me funksionin e mëparshëm që ka pas shkrimi i dorës, që i vjet me mjet për të komunikuar. Po në nivelin nga mosha 3, 4, 5, kur fillon fëmia të përdor dorën, e derisa e mbyll ciklin, themi deri në moshën 15 vjeçare. Shkrimi i dorës ka funksion, jo vetëm fizik përdor dorën. Por dora vetë në sistem, në kontekstin, në kontekst ka shumë funksione. Dhe shkrimi i dorës rrit një masë më të madhe. Për qëndrimin, mendoni një fëmijë të klasës parë, i cili ka nevojë të futet në zonën kur do duhet të rrisë këmbëguljen, të rrisë kuriozitetin, të rrisë përqendrimin. Shkrimi i dorës është instrument pedagogjik. Se të vë të mendosh, procesin e të menduarit. Do ta diskutojmë përsëri këtë çështje, këtë tematik. Kemi në lidhjen tonë sociologen Marsi Simo, po edhe në këndvështrimin e saj si prind, në lidhje me tematikën që diskutuam, që po diskutojmë dhe që e nisëm me ekspertët tanë, përsa i takon teksteve të shkollës. Marsi, të përshëndes. Faleminderit që na e bashkuar. Gjithashtu është shumë kënaqësi dhe përgjegjësi, po ashtu edhe si prind, por edhe për të analizuar nga aspekti social këtë çështje që është shumë e gjatë, por do mundohemi të edhim sadopak dritë apo rrezet dielli. Po nga pak të gjitha. Rrezet gjithmonë janë të ngrohta. Marsi, tani prind i sa fëmijëve je? Më fal që të pyes se kam këtë informacion. Dhe cilat klasa? Një djali të klasës së 4. Të klasës së 4. Pra mjaftueshëm 4 vite për ty për të kuptuar se çfarë po na sjellin tekstet tona, çfarë nxënësish po na formojnë tekstet e shkollës. Ke vështirësi në detyrat që bën me djalin? A ka vështirësi në kuptimin e teksteve të shkollës? Ti vetë ke parë ndonjë gabim në këto tekste dhe në cilat lënd kryesisht? Unë do përfaqësoj veten ashtu siç e thash edhe nga aspekti profesional, por gjithashtu për të treguar pak edhe zërin e shumë prindërve të tjerë, duke qenë se jam aktive në rrjetet e mia sociale dhe kam pasur ankesa. Dhe më është dashur di edhe për efekt emisionit të sotëm, të rikujtoj ato mesazhe dhe të kontaktoj disa prindër. Unë do përmend që po, ende bëhen gabime, që mendoj sigurisht që njeriu është i gabueshëm, por që e rëndësishme është që në ribotimin e teksteve pra mos të bëhen. Unë i kam dhënë dije dhe gazetares tuaj disa shembuj. Po shohim ndërkohë nga ana tjetër e ekranit. Po, për shembull kjo është e gjuhës shqipe klasës së 4, ma ka sjell një prind vitin e kaluar
dhe është pjesa e lakimit të mbiemrave në numrin shumës, për shembull mund të shikoni ku aty thuhet i e ca vajze fisnike, ndërkohë që duhet ca vajzave fisnike, por edhe tek pjesa e kolonës së fundit, aty ku thot prej një vajze fisnike, duhet prej vajzave fisnike. Jo të gjithë prindrit janë sigurisht, po themi, kaq i njohur të gjuhës shqipe, por gjithsesi këto mund të krijojnë pra problematika tek fëmijët. Pjesa tjetër që ju po shikoni ndërkohë në ekran, këtë e kam zgjedhur vetë nga teksti gjuhës shqipe, po ashtu i klasës së 4, si vjetet djali, ku ishte një detyrë shtëpie që mua më ndodhi shumë kuriozitet, por gjithashtu edhe pak e vështirë për t'ia shpjeguar djalit, dhe aty thot tekstualisht, unë e kam shkruar edhe në dosjen time dhe thuhet të rriturit na këshillojnë dhe na mësojnë shumë gjëra me vlerë, por ndonjëherë harrojnë se çfarë kanë thënë. Sot në botë shumë njerëzve ju shkelen të drejtat. Tani, është e vërtetë që njerëzit edhe të rriturit gabojnë, sepse ne kemi sot dhe shkolla, por ashtu siç kemi dhe sistemin e buxheve dhe ndëshkimit, ashtu siç kemi dhe veprat penale dhe administrative, por një fëmijë që është 9 vjeç, 8 vjeç, pra në klasë të 4, dhe lexon një tekst ku thuhet që të rriturit i harrojnë shumë gjëra që kanë thënë, kjo mund të sjellë konfuzion. Sigurisht e fëmijët e kësaj moshe duhet nxitur mendimi abstrakt, por jo konfuzues. Pra, për mendimin tim, ka dhe tekste të cilat duhen rishikuar dhe duhen rimenduar pra në ribotimin e tyre. Pak më parë, ku ju tregova ato 2 gabime, prindi që ma tregoi tha që unë i kam shkruar shtëpisë botuese dhe më kanë thënë faleminderit, do i rishikojmë. Sot në ribotimin pra e klasës së 4, ky gabim nuk ishte ndryshuar. Ndoshta edhe për efekt sepse kanë qenë më tepër libra të botuar, të shtypur dhe ka qenë dhe kosto ekonomike. Këtu kemi librin e informatikës, pratiku i klasës së 4, ku nuk është se ka gabime, por këtu kemi një informacion mbi website-in. Diçka shumë e mirë, sepse fëmijët që në këtë moshë mund të krijojnë një website, por sa fëmijë në të gjithë Shqipërinë kanë kabinete informatike që ata mund të shkojnë, të klikojnë dhe ta formojnë website-in. Unë them se duke qenë se djali im është brezi që e fillon për herë të parë tikun në klasë të 4, fëmijët e si vjeçëm e kanë filluar në klasë të parë tikun. Sado i thjeshtuar të jetë, për mendimin tim, nëse nuk e kanë kompjuterin të prekshëm, është e kotë që të zhvillohet si lëndë, e sidomos që në 3 mujorin e parë fëmijët pra të mësojnë për programimin, të mësojnë për inteligjencën artificiale, të mësojnë për Photoshopin, se çfarë është shkropi, se çfarë është rotate-i, të gjitha me radhë, ku në të vërtetë pra fëmijët është mirë të mësojnë pak e nga pak dhe ta mësojnë pra në mënyrë praktike. Këtu kemi diturinë e natyrës, si të mbajnë makulloret e mira, këtu është eksperiment që shumë mirë është interesant, por më thuaj pak, në orën 6, 7, 8 mbasdites, në muajin dhjetor apo janar, sa të mundur jemi ne që të bëjmë këto eksperimente në shtëpi, aq më tepër që është një akullore, por edhe eksperimente të tjera që kërkojnë pra gjëra që duhet të jenë reale. Pra duhen menduar edhe këto sa praktike janë tekstet tona, sa reale, sa mund të kryen në kushte shtëpie. Sepse këtu nuk dua vetëm të hedh fajin ose të hedh kritika mbi tekst shkruesit dhe ata që kanë menduar, por gjithashtu edhe tek prindrit të cilët janë aq të angazhuar me punë. Ky është edhe faji i prindërve, ky është faji pastaj edhe çështjeve të tjera që fëmijët sot duan gjëra të cilat të jenë të rejse për ta, sepse informatika, pjesa e teknologjisë ka bërë që tek ata pra të ulet vëmendshmëria. Kam kapur edhe një gabim tjetër nëse ma gjeni pak, tek te diturin natyre 5, ku është ajo e luleve, disa prej luleve i tërheqin insektet me anë të petaleve shumë ngjyrshe. Pra duhet shumë ngjyrëshe. Gabime drejtshkrimore. Janë gabime drejtshkrimore që duan ripar në ribotime. Në ribotime, të cilat pikërisht këto gabime bëjnë që nuk rishikohen, por nëse nuk kemi pra nga ana e prindërve për t'ia komunikuar qoftë mësuesve. Profesor, ju jeni dakord me këtë qasje që bëri Marsi? Pra këtë është zgjidhje të prindërve realisht. Marsi ka saktë se janë fakte, por për ta plotësuar pak më tej idenë, do duhet thoshja një 2 rekomandime që u vlen prindërve. Tekstet duhen kuptuar që u paraqiten të 3 niveleve të nxënësve. Dhe mësuesi, në përputhje me nivelin e nxënësve që ka në klasë, do duhet që ta interpretoj atë çka shkruhet në tekst e çka informon teksti në përputhje me nivelin e nxënësve. Kjo do të thotë që në tekst autori ka futur informacion për mbajtje mësimore për nivelin e lartë, 90 po themi për të kuptuar, nivelin mesatar, edhe nivelin që është në zhvillim. Detyrat jepen për të gjithë nxënësit ama, i njëjti ushtrim jepet për të gjithë. Ky është problemi që unë ju thash që në fillim. Nëse mësuesi i paaft profesionalisht nuk arrin të kuptoj
të domethënie të tekstit, ndodh ajo që tha vajza në televizor. Në kuptimin që nëse ky tekst është, siç thot Vygotsky, në një zonë zhvillimi që duhet të nxjisë, të menduar mendimin kritik formal, që në klasën e 4 as të diskutohet sepse është konkret, edhe po hyn drejt mendimit figurativ, por ama atje mund të ketë nxënës të cilët e kanë progresuar dhe arrin ta kalojnë nivelin më short. Dhe është pikërisht për këta 2-3 nxënës, ndoshta ky tekst, kjo pjesë e tekstit që duhet të ofrohet, jo të gjithë tjerëve. Këtë e bën profesionalizmi mësues. Po, ja, një sekondë të pyes pak të lutem Marsi edhe Irenën, duke qenë se është djali në klasën e parë, është përballja e parë me tekstet. Ti si prind, ke ndjerë vështirësi në tekstet? Unë si prind deri në këtë moment nuk kam ndjerë vështirësi, por mendoj që roli kyç në mungesën e vështirësisë time është mësuesja. Është mënyra se si mësuesit i qasen një teksti dhe si e shpjegojnë dhe në vende të tjera të botës dhe në vende shumë të zhvilluara ka tekste të ndryshme, sepse një zonë e caktuar, po e marrë Shqipërinë, po them në një fshat, në theth, ose në një vend tjetër ku mungon infrastruktura, mungojnë shumë mjete, mund të ketë një tekst më të thjeshtë. Domethënë, tekstet janë shumë mirë të përshtaten. Jo, arsimi është unik. Duhet të ofruar të gjithëve. Të gjithëve, por unë them në varësi të teksteve, për shumë në vendet të tjera të botës, unë kam parë që në zonat të caktuara tekstet i përshtaten asaj zone për kushtet, në mënyra se si është ndërtuar teksti është përshtatur me zonat të caktuara, gjë që në Shqipëri nuk ndodh, por problemi që unë shoh realisht është mësimdhënia, është cilësia e mësimdhënies. Unë mendoj që mësuesve u kërkohen që mësuesit vazhdojnë të bëjnë ditare, mund të jetë një mësuese që ka 35 vjet, që punon dhe vazhdon dhe bën një ditar, i cili nuk i shërben më. Ajo gjatë orës që shkruan ditarin, se ajo tashmë di se çfarë jep në mësim, ajo mund të bënte një gjë tjetër që të jetë kreative. Por nuk u jep më po atyre nxënësave. Janë nxënës të tjerë. Dakord, janë nxënës të tjerë, por ajo e di se çfarë po jep. Unë mendoj që ajo e di çfarë po jep. Ajo mund të ofrojë një gjë plus. Dhe unë e kam parë ditarin gjithmonë si një mjet si një mjet qortues, njësoj siç bëjnë policët që fshihen mbrapa një kthese për të kapur në gabim shpejtësie. Pra, profesor, po ka ndryshuar kohët, kemi një brez të ri, i cili nuk është më i përqendruar. Jo, ai thotë që nga njëri brez tek tjetri, nga njëri, domethënë ka ndryshime. Por edhe për mënyrën se si jepet nga ana e mësuesve. Mendoj që ditari nuk ndryshon nga ana e mësuesit. Mësuesi i kërkohet domosdoshmërisht që një ditë përpara të përgatisë të gjithë skicën e asaj që do të zhvillohet nesërmen. Një mësues i cili do të shkojë të nesërmen pas dokumentuar, jo në kuptimin formal administrativ, po për të shprehur kulturën e tij profesionale, ka shi vetes tij. Pra aty që do bëjmë nxënësit, ai mësues nuk hyn dot në shkollë, jo administrativisht, po nuk ka vend profesionalisht. Marsi, në raport me përveç se gabimeve dhe këtyre vështirësive, tekstet janë më të thjeshtuara, pra fëmijët arrin t'i kapin konceptet, t'i kuptojnë, po dhe për sa i takon përkthimeve, duke qenë se profesori përmendi kemi tekstet të cilat përkthehen nga Cambridge, Oxford, e me radhë. Po. Në këtë raport, si e sheh ti veten? Ti i kupton konceptet, se kam dëgjuar prindër që nuk i kuptojnë kërkesat, realisht. Janë në mënyrë e gabuar ose jo e mirë, jo cilësore të përkthyerit. Okej, mund të them që vitet e fundit ju është kushtuar më shumë vëmendje që tekstet, tregimet, kryesisht në lëndën e gjuhës shqipe, të jenë nga autor shqiptar. Dhe kjo them se është diçka shumë e mirë, ndoshta edhe nga kritikat që janë dhe së fundmi. Jo se duhet parë gjithmonë me skepticizëm dhe kritik tekstet e huaja, por mendoni pak, kur ne flasim një gjuhë të huaj, ne e mendojmë në shqip, e perceptojmë në shqip dhe e përkthejmë. Pra, po flasim që një kulturë e caktuar, një autor i caktuar ka menduar, perceptuar sipas një kulture zakoni të vendit ku jeton. Dhe më pas ne kemi përkthyer, shqipëruar dhe pastaj përshtatur për moshën
për fëmijët. Pra, ky është procesi pak më i gjatë i ndërlikuar nëse do flasim për sa i përket teksteve të përkthyera. Shoh që janë bërë shumë përmirësime, shoh nga ana tjetër që ndonjëherë mësuesit në zgjedhjen e teksteve kur bëhet në muajin prill ose udhëzohen se cilat tekste të marrin, ose për lehtësi marrin pa ato tekste që kanë patur, sigurisht kushdo ndoshta do e bënte këtë. Prindrit më tepër se sa nuk kuptojnë, kam idenë që kanë më pak kohë, u kushtojnë më pak kohë fëmijëve në detyrat e tyre. Detyrat më tepër janë bërë tani si një angari, si diçka që jo vetëm është detyrim, por ashtu siç mendoj se janë shpikur detyrat si ndëshkim. Të bashkuar me një lloj presioni, e kam fjalën, si nga ana e shkollës, ashtu edhe në shtëpi. Po, siç ka për shumë prindër që zgjidhin të marrin mësues privat ose që janë after school për të ndihmuar në detyrat e shtëpisë, siç më kanë thënë që ka raste ku edhe bën me ChatGPT, pra zgjidhjet e detyrave dhe nxënësi që në klasë të 2, 3 pak nga pak arrin të kuptoj që prisë kjo detyra është thjesht për ta paraqitur te mësuesi, nuk është diçka që unë mësoj prej tyre. Siç ka raste ku për shembull ushtrimet që janë bërë në klasë duhen përsëritur edhe një herë në shtëpi për efekt sepse kjo i bën mirë. Sigurisht që ka efektin e saj kjo, siç është edhe mësimi përmendëshi në një tekst i një vjershe. Unë ende jam me këtë, pavarësisht se ka pasur dhe kundërshtime, sepse kjo ndihmon shumë në memorie. Por që siç e tha dhe profesori, që me gjithë shumë me respektin që patjetër ka dhe për moshën dhe eksperiencën që nuk mundet do t'i afrohemi, arsimi është rolin kryesor pra ka arsimi dhe mësuesi. Dhe unë them se në shkollë më të mirë mund ta çosh fëmijën, që mund të bëj 5.000 euro, 10.000 euro, por mësuesi është ai që ja bën të dashur lëndën, ai që ja përçon në mënyrën më të lehtë apo dhe duke parë se si është një fëmijë dhe një fëmijë tjetër. Sot fatkeqësisht kemi në rritje të numrit të fëmijëve që janë me disleksi, fëmijëve që janë me probleme të zhvillimit, me probleme në sjellje dhe një mësues që ka mesatarisht 30 nxënës në klasë, pavarësisht se shkon në ditarin e tij niveli i ulët, i mesëm dhe i lartë, e ka shumë vështirë ta zbatojë sepse nga këto 3 nivele bëhen 30 nivele për ty përshtatur. Përpos këtyre fshihen dhe 30 prindër të tjerë që mund të kenë kërkesa reale, jo reale dhe problematike. Por edhe problematik tjetër është edhe mësues të cilët kanë dhe ata problematika të mbartura në universitetin e tyre, ku ka mësues që ndoshta janë në fillore dhe kanë probleme në drejtshkrimin e tyre, në zgjedhjen e foljeve, dhe këtë ma ka shprehur prindër që kanë si vit për shembull fëmijë në klasë të parë dhe më thonë si mund të mësoj fëmia im, ku mësuesja nuk arrin të zgjidhoj foljen, kur mësuesja vetë na shkruan me gabime ne prindërve. Kjo pastaj është ndoshta ajo pjesë e mësuesve që kanë nevojë ne prindërve në komunikimet në grupe, e qartë. Si do ta krahasonit mësues të dekadave më parë me një mësues në ditët e sotme? Nuk mund të bëhet krahasimi, sepse mësuesit e djeshëm janë patjetër janë mësues, kanë qenë mësues shumë më të mirë, më të përkushtuar, më të formuar dhe kanë përballur një revolucion kulturor, po edhe të përmbajtjeve për të kaluar nga 90% e popullatës analfabete në shoqëri që prodhoi intelektualët e vet, që prodhoi produkte, makineri, teknologji me radhë. Ishin mësuesët ata që i vënë shpatullat këtij lloji transformimi të madh, gigant për shoqërinë shqiptare. Kurse mësuesët e sotshëm punojnë në kushte më të mira. Kushtet e punës në përshkolla. Kushtet e punës, por në kushtet e marrëdhënieve me nxënësit kanë më shumë probleme ndërkesë për nxënësit me një autoritet më të madh. Nuk po arrin të kuptojnë se kush është trendi që duhet ndjekin. Dhe me sa kam kuptuar unë, po zbatohet parimi që të ecim në shtegun që dim, edhe pse ai nuk është shtegu që na shpije ku duam, dhe harrojnë të madhen sepse sipas të cilës vlen të përpiqemi më shumë në shtegun e vështirë, po që na shpije atje ku dua, se sa të kthehemi tradicionales dhe të krijojmë këto lloj problemesh të brehta në kuptimin e formimit të fëmijës, në kuptimin e marrëdhënieve ndërmjet fëmijëve në shkollë dhe mësuesve, po përmbi gjitha kanë zbehur rolin e mësuesit si interlokutor me prindin. Prindrit, për kushtet që po kalon sot shoqëria shqiptare, përballen shumë probleme. Problemi më i parë është se nuk po kuptojnë se ç'ndodh në shkollat tona. Reforma që po bëhet në arsim, tekstet
përfshirë këtu dhe konsideratën e zonjës që tha përmbajnë nuk përzihen dy kontradikat mëdha. Përshtatjen e teksteve përkthyera në kontekstin e kulturës shqiptare. Po, që është shumë e vështirë për ta përshtatur, se Marsi tha që ti e mendon, ata që e kanë marrë përsi për këtë punë dhe ata do duhet ta bëjnë. E dyta, problemi i dytë është që jo vetëm tekstet e përkthyera, po ne po kemi probleme me tekste që i hartojnë vetë autorët shqiptar. Shpirtbotuese nëpërmjet autorëve shqiptar. Unë e konsideroj tani të kapërcyer ose po themi e patolerueshme që në një tekst të ketë gabime drejt shkrimore apo konceptuale. Konceptuale. Sepse jemi në 2026. Ne po flasim për inteligjencë artificiale. Që do të integrohet edhe në shkollat tona. Për këtë dhe për UNESCO-n edhe ruajtjen e shkrimit do diskutojmë pas publicitetit. Tani, me që jemi shumë në konfidencë, po u garantoj